Në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak të Shkodrës u miratuan një sër pikash të rëndësishme, ndër të cilat projekt vendimi për çmimet tavan për dhënien e qiraz ditore të çadrave dhe shezloneve në plazhin e Velipojës për sezonin turistik 2026. Sipas vendimit të miratuar, çmimi maksimal për një çadër me 2 shezlone do të jetë 9.000 lekë me TVSH, ndërsa për një gazebo çmimi nuk do të kalojë 15.000 lekë me TVSH. Vendimi u votua me 26 vota pro, 1 kundër dhe 3 abstenim. Duke vlerësuar kështu edhe masivitetin dhe frekuentueshmërinë e lartë të Velipojës dhe rrjullit, normalisht edhe profilin ekonomik të pushuesve tanë, që janë zakonisht familjar apo pushues nga bashkëkombës tanë të Kosovës dhe Maqedonisë, janë këto që kryesisht frekuentojnë të zona, duke vlerësuar nevojën për garantimin e një nivelit përballueshëm tarifor për familjet dhe vizitorët ditor, sigurimin e një raporti të drejtë ndërmjet kostos së ofrimit të shërbimit dhe çmimit të aplikuar, si dhe nxitjen e konkurrencës së ndershme ndërmjet subjekteve private dhe shmangjen e praktikave abuzive. Ne propozojmë parajsisht miratimin e këtij projekt vendimi për përcaktimin e çmimit maksimal për çaradhënien ditore të një çadre dhe 2 shezloneve në vlerën 900 lekë me TVSH për plazhin Velipojë dhe rrjull. Gjithashtu për caktimin e çmimit maksimal për çaradhënien të një gazeboje në vlerën 1500 lekë me TVSH për plazhin e Velipojës dhe rrjullit. Dhe e dim që trendi i njerëzve që kanë të ardhurat të larta kapin pjesën e jugut. Pjesa tjetër që kap Velipoje janë njerëz që kanë të ardhura të mesme dhe poshtë. Mundësia që ne po japim edhe me plazhet publike, pra kemi 2 kategori, kemi një kategori që është në pagesë, si merr madash me shazllona, pra nëse s'kan mundësi te private me pagu 900 lekë, do kenë mundësi te bashkia që është nga 300 në 500 lekë, sikurse kanë mundësi të plazheve publike, kërcisht falesh, si vi me shazllonat e tyre. Nga ana tjetër duhet me rujt pak edhe standardet e cilësinë dhe të biznesit për më shërbim. Nëse ulet në një minimum shumë të vogël, atëherë rrinë dhe shërbime kanë më i ulë. Si popull tentojmë me keni fija abuzus, ta pa binë tanë një fjalët edhe ta po thojnë që shikon 9.000 do t'i vejmë të vjetra si rreshti parë si rreshti fundit. Pra, pse keni mendu mos me ba ndarjen e tipologjisë së shazlloneve dhe çadrave dhe kush do ta kontrollojë mbarvajtjen e këtij projekt vendimi për sa i përket të çmimeve? Një shezlon i cili nuk plotson kushte, mundet me avu çmimin 9.000 lekë, po askush nuk do të shkojë. Sepse Velipoja fatmirësisht ka një shtrirje shumë gjatë, edhe njerëzit e kanë mundësinë për me zgjallë nërmjet plazhit privat, një plazh tjetër privat, apo pse jo edhe nërmjet plazhit të Bashkisë Shkodër që do të jetë i menaxhueshëm, edhe do të jetë me gjitha kushtet edhe kriteret standardet të një plazhi funksional. Ti detyrohen njerëz për marrë sepse në vendin më të mirë, dhe nëse ai vën maksimum abuzon me imazhin. Ai imazh përkthehet te restoranti, ai imazh përkthehet te hoteli dhe ndikon tek gjithë destinacioni. Prandaj janë edhe vendime të tilla që marr për gjithë Shqipërinë dhe dim që janë abuzuar në mënyrë katastrofike. Velipoja jo shumë, po edhe vende të tjera duke arritur për me bë këtë VKM që të ketë një kontroll sepse është menaxhim destinacion, nuk ka thjesht çmim. Ky vendim synon të mbajë nën kontroll tarifat gjatë sezonit veror, duke shmangur abuzimet me çmimet dhe duke garantuar më shumë akses për pushuesit që frekuentojnë plazhin e Velipojës.